Është mbajtur në Korçë një ceremoni e veçantë nga obori mbretëror dhe Partia Lëvizja e Legalitetit, kur në qendër mbetet vlerësimi figurave atë dhe dashte dhe patriotike të cilat kanë dhënë kontribut për vendin. Princ Leka II u shpreh se këto figura kanë lënë një shenjë të posaçme në historinë e shtetit shqiptar, ndërkohë që vendi po e hapa drejt aspiratës për antarësimin në Bashkimin Evropian. Qëllimi i aktivitetit është një falëndrim të gjithë ato familje që kanë dhënë kontribut në historinë e Shqipërisë. Janë familje që janë lënë në hares nga përditshmi të sotme, por janë familje që kanë dhënë kontribut, që kanë sakrifikuar, që kanë bërë shteti i parë shqiptar. Shqipëria ka 100 vjetë histori lidhur me historinë e mbretërisë shqiptare dhe unë si trashëgimtar dhe princi i shqiptarëve jam i detyruar që të jem minjos. Kreu i Partisë së Legalitetit, Shpëtino Axhami, u shpreh se aktiviteti kishte për qëllim të vlerësonte 36 figura të njohura të zonës së Korçës, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në monarkun mbretëror shqiptar, gjithashtu edhe në familje të cilat vuajtën në terrorin komunist pasi ishin mbështetës së Ahmet Zogut. Personalitete ose figura që kanë kontribuar pas viteve 90, si dhe disa të tjerë legalistë zogistë të cilët gjatë kohës së regjimit mbajtën gjallë frymën zogiste dhe frymën legaliste. Gjithsesi sot janë dekoruar rreth 39 personalitete. Familja Fezollari është një ndër familjet që ka mbështetur rrugtimin e Ahmet Zogut edhe në Mërgim. Një ndër personat e vlerësuar në këtë aktivitet ishte Ethem Fezollari. Ka 32 vjet që kur Shqipëria ndërroi sistemin gjakatar, ne kemi ardhur sa do pak të ndihmojmë tani tosh. Unë nuk kam qenë legalist, as monarkist. Por, kur kam shkuar në Australi në 1975, kam parë që sistemi monarkist është një nga sistemet më të konsoliduar të rrugullit. Hodo Kulla, një prej pasardhësve të familjes së njohur mbështetëse të monarkisë, u shpreh vlerësuar për këtë ceremoni dhe nënvizoi se pronat e familjarëve që kanë mbështetur monarkinë ende nuk janë kthyer nga shteti shqiptar. Natasha Axhillari, e bija e Syriait, falenderoi organizatorët për vlerësimin, ndërkohë citoi se institucionet kanë lënë në hares figurat që kanë kontribuar për vendin. Unë ndihem shumë e vlerësuar për këtë vlerësim që ju bë babai tim. Gjatë viteve të demokracisë, ai ka qenë në kryesor të Partisë Legalitetit. Vlerësimin e kemi pritur shumë vite më parë, shumë i vonuar, por gjithsesi, si familje të falenderojmë. Kjo nismë së pari ka startuar në qytetin e Shkodrës dhe pritet që edhe figurat të tjera kombëtare të vlerësohen në qarqe të tjera të vendit.